Kishin kaluar pak muaj që Kosova kishte shpallur pavarësinë dhe në këtë kohë shqiptarja Lavdia Xhani, e veshur me fustan nusrerie, kishte ardhur nuse në veri të Mitrovicës. Pokrila la sretna tama, pokrila la stava jo, maja se pita moja draga, šta će biti Colella stato sia E shoqëruar me dasmor të shumt, Lavdia kishte marrë rrugën nga Kamza në rrethinën e Tiranës e deri në veri të Mitrovicës. Ajo as që kishte dëgjuar ndonjëherë më parë se ku ndodhe ky vend. Sërbisht, prashit, sveqe. Lavdia u bë nuse në Mitrovicën e Veriut ku nuk shtrije dot dora e pushtetit kosovar, vend në të cilin jetesa e shqiptarëve është pothuajse e pamundur. Çifti shqiptaro-serb Lavdia Xhani dhe Gorolub Kasoljević në komunën e Zubin Potokut tashmë kanë një vit, kanë lidhur kuror martese. Sipas burimeve jo zyrtare në veri të Mitrovicës, përkatësisht në komunën e Zubin Potokut, për një vit kanë lidhur kuror rreth 30 vajza nga Shqipëria. Edhe pse jo para kamerave, ata thonë se për ndërmjetësimin e lidhjeve të tyre, serbët e veriut kanë dhënë para të majme. Ajo palik nuk ec hiç. Se ka Tirana ka një muaj që ka ardhur ti Tirana. Si pasojë martesa e çiftit shqiptaro-serb nuk e ka bërë të lumtur vajzën shqiptare. Lavdia, që tashmë ka marrë emër serb, thot se nuk i dihet fati të martesës, pasi ajo dyshon të jenë bërë pazare për lidhjen e çiftit. Sipas saj, ndërmjetësuesja kryesore e lidhjes martesore është një grua me origjinë nga Shkodra e quajtur Vera. Kjo grua akuzohet për mashtrim dhe marrje të miliona lekëve nga familja e burrit të saj. Këtë 2 milion që i ka marrë ajo Mira, që është ti në Shkodër, nga Shkodra është ajo. Sa vajza shqiptare ajo i ka sjellë në Kosovë për Sa duash, ka sjellë dhe i sjellë Agjina me gjetë me marrë një nuse aty Tirana me arme apru njëj që s'është mirë. Po që është një gocë tonë nga Shkodra, tani nuk e di është këtu mua ka hik, e ka burrin invalid, nuk e ka të mirë hiq, që do me pat nuse në Agjina. Me thonë, po ajo është për ta... Megjithatë, ajo thotë se nuk ka qenë dëshmitare dhe nuk e di saktësisht. Lavdia është e bindur se për lidhjet e shumta martesore shqiptaro-serbe në shtetin e dytë shqiptar Kosovë, ndërmjetësuesit marrin shuma të mëdha parash nga komuniteti pakit serb. Por ajo që e bën ato të reagojnë më shumë është mashtrimi nga ana e ndërmjetësueses së saj. Për më tepër ajo tregon se shumica e dhëndurve të nacionalitetit serb janë të sëmurë dhe janë të shtyrë në moshë krahasuar me vajzat shqiptare. Gjithë ato goca ti Tirana që jamu aty ka gjetë ajo vend aty ka marr parë. Çfarë punë shmerret, se asnjë punë tjetër s'merret. Tash ka një muaj ja martua edhe një gocë aty afër me aty e ka gjetë një burr. Ai burri me size, shikon të hiq. Pa gjinajte, se do të shkoj të bëj jetë jetë tjetër aty. Do lënë familjen, ka lënë nanën, babën, motrat, vëllezërit, gjithi ka lënë, më ardhë me kalu një jetë këtu. Për gjitha ajo merr pare, sa dosh, me 2 miliona, me 3, ajo ma shtrose me thamë drejtën. S'di se do shkoj puna, se dhe i dale asaj me ato vëllezërit e mi, se di.
Lavdia sqaron dhe përjashton çdo mundësi që familja e saj të ketë marrë ndonjë para nga familja e burrit. Sipas saj, parat i marrin vetëm ndërmjetësuesit, pa dijenin e vajzave dhe familjeve të tyre. Ajo i merr paret, i merr për vete. Jo dhe asnjë pare si e familjes time, jo, asnjë hiç. Edhe ta kur erdhën atë ditë asnjë lek. Se kanë marrë, vëllezrit me gjitha me dasën, 2 milion, 3 milion lek të reja. I merr ajo. Për kësa punësh, ndërhin, me gjetë një nësë aty Tirana, me prontu në Serbi. 2 milion, 3 milion lek të reja. A e din ti, a i ka marrë edhe për ty? I ka marrë, sigurisht që pojti i ka marrë edhe, po. Me lej pita një ditë ta, të sa do, këto sërbishtë, albanski, së një koptosha fort, po sa 2 milion lek të reja, po. Njëherë, ma ati që nuk e dim. Me gjithë kundërshtimin dhe ballafaqimin jo të këndshëm me familjen e burrit të saj, ajo këmbgul se lidhja martesore me bashkëshortin serb ka pasuruar xhepat e ndërmjetësueses Vera, madje edhe të shumë personave të rrjetit të saj. Për shkak të gjithë kësaj, ajo kërkon nga organet e sigurisë në Shqipëri që të fillojnë hetimet kundër këtij grupi. Ajo mendon se martesa e shumë vajzave shqiptare me serb në Kosovë po bëhet përmes ndërhyrjes së një rrjeti kriminal, që sipas saj e ka vendin prapahekurave të burgut. Nuk di gjë pse se pranojnë, s'u kam atë komshin aty. Thotë me gjeni një gocë këtu Tirana, se marr lekë edhe unë, ajo komshia ime, e merrte edhe kjo Vera, edhe komshia gjithë për gjithë. Se pranojnë këtu, se pranojnë. Po për të marrë kanë marrë. Se 2 milion lek të reja, se 3 milion lek të reja, nuk e di këta pse pranojnë, pa se pranojnë. Martesa me serbin Gorolub Kasoljevic ka detyruar Lavdi Xhanin të ndërojë emër. Nga feja myslimane të pakzohet në ato ortodokse, gjë të cilën pothuajse çdo ditë ja rikujton e Vera Ruzica Kasoljevic, së paku pas ngritjes së ndonjë dollije familjare. Gëzuar dhe mirë se erdhe. Bëj kryq sepse ti je e pagëzuar në kish dhe je martuar. Kështu duhet. Shikon, ashtu nusja ime. Hajde pijanice. Hajde doktor, sad će doktor i ljudine. Zoti të ruajt përjetësisht në shoqërim të paqes dhe fat të mirë në jetë. Goša da volim, sreću Bog da vi da. Vajza shqiptare thos që është njoftuar nga ndërmjetësuesja e saj që familja ku do martoi nuk është pjesë e komunitetit musliman. Emrin Vanja Kasalovic, kanë ndruar emrin se kanë pas emrin Lavdije muj. Shqip. Po tani që derisa erdha këtu do me vendos, ç'a më bë? Se kanë ditë për të si janë katolik të. A e tani shkoj kjo punë. Je pagzu në kish? Po, kanë qenë në ditë të kish. Kur ishim një ditë aty ke kisha, vit 30 veta ishin të martuar shqiptare aty ke, jo ke kisha, ke komunja. Ati që bënë ato, ku dion cilin primar, që bënë aty. Vit 30 veta ishin të martuar nga Albania. Po i pa gjithë atë quna, asnjë mirë. Tash mo, bisha palu që me thënë.